Ti, dhe ti dhe me thënë e qëndrushmja, nuk qinge fare me program. Po hajde, Stelina më qafsh. Unë nuk e thash në asnjë moment që jam e qëndrushme. Po, sa mi është e pranon? Në asnjë moment nuk e thash. Sa mi është e pranon, atëherë po presim nga paqëndrueshmëria jote që ti rikthesh prap Kesit. Ti vazhdo prit nga unë. Unë s'po pres fare nga ty. Jo, atë po thua ti po pres. Se si do shkoj situata jote. Mundon sepse është një old story, është një kaset që keni futur nga gërshëri aty. Mbarove tarotët për muajin janar. Patjetër që po. Ke nevojë për një lexim tjetër. Kalo ke shkurtë. Një bicikletë se I'm gonna charge you now, 500 euro. Mund të të paguaj me një ujë selita ose dhall nga lufra se këtu brenda jemi gjithë i soj dhe nuk kemi. Jo zemra ime, nuk pranoj atë lloj gjërash. Më kam rrit çmimin. A do ma bësh shumë kamat vonesë të ta paguaj kur dalë? A ke Kesit lekët e tuja? Ti them, i ti ka borç për Stelinës, me qenë se keni qenë për gjithmonë. Ka Kesi lekë? Jo zemra, mi varsën, me në i varsë. Ti them, mi jep kur dalësh. Po, hajde Stelina më qafsh, pash zotin e modë. Se e keni bot çune huj si me qenë gogol. Nuk e kuptova. Gogol kënej, gogol ane. Hajde Stelina, arsyeja pse je këtu, është sepse je Kesi dhe Stelina, nuk je Stelina dhe Kesi. Edhe Kesi është tu sepse është Kesi dhe Stelina, ti është sigurt për këtë. Kesi është tu vetëm se është Kesi dhe Stelina? Po. Po s'ka lidhje fare, mund t'ishe Kesi dhe Miri, Kesi dhe Kristi, Kesi dhe Armela, e kishte edhe në studio. Kesi ka shumë frontet hapura, s'ka lidhje fare. Ose Kesi dhe Ina. Ose Kesi dhe Ina. Ashtu do jetë është se e bëri çiftin tjetër. Po, shumë mirë. Kesi kur kaku të kapet, shkëputet nga ajo që... Nga ajo që do. Po, normal. Sepse nuk e do. Kjo është ideja. E rëndësishme është që të paktën e di që nuk të do, dhe ti prap tentove, do me thënë që të ripajtoheshe me të. Po ndoshta nuk e do as ti. Ja. E rëndësishme është që tashmë e the. Nuk e dua, pra jo, se e thua ti, prandaj. Po në iluminon ti sot, po në thua gjithë gjërat që që në hapë sytë, po në nxjerr në vetvete dhe po në mëson... Nuk e ditë vetëm temën e hapë ti, se unë po flisa për tjetër kënd dhe për tjetër gjë. Jo, edhe unë po bësh atë temë tjetër, po ti e kalon gjithmonë aty që të më të thuash mua në fund fare, ti je Stelina Kesit. Po ashtu je. Unë s'njo fare. Unë s'dija si që për ty. Ti s'ke ardhur për një muhabet. Unë s'dija si që për ty. Unë di që je vajzë artikuluar. Me ty s'ka për të bënë një muhabet. Di që je vajzë artikuluar dhe kaq. O, dhe unë u rëndova shumë shpirtërisht dhe psikologjikisht se ti s'do të bësh muhabet. Po pse po bën muhabet tash? Apo se ka hallin e Kesit? Ti e nise bisedën. Ka hallin e Kesit ti? Unë kam hallin e Kesit. Po atë ke. Se ti the shko, thuj në gjë Kesit. Unë mund të them çfarë dua. Ja, tash i po shkoj. Po merreshe me një gjë, fillova duke bërë muhabetin me mua, e kalove bisedën nga leshi në tresh, edhe pastaj... Unë apo ti? Te Kisi e kalove ti. Unë po përmënde tjetër kënd. Unë e kalova ke Kisi. Unë po flisja për tjetër gjë, sepse kisha muhabetin të dollapit dhe thasha e ka liru dollapin. Dhe e kalove te Kisi. Mirë, Lorna, unë e kalova në rregull. Vazhdo. Si gjithmonë, se vetëm atë ditë bësh. Po, në rregull. Vazhdo, vllaz, do të mush me jenë ty unë. S'ke nevojt ma mushësh me në mua, Stelin. Të kanë parë që të gjithë. Unë këtu jam bashkë me ty. Por gjithashtu të shef gjithë publiku që e din shumë mirë kasetën tënde. Më kanë parë dhe njërë tjetër mua, bashkë me atë djalin. Më kanë parë dhe njërë tjetër. Po pra, po të rishojnë prapë, dhe duket kasetë shumë e vjetër. E ka vën Kesi kasetën. Thuaj ta heqi dhe ta bëj vetëm me Inën tash. Po atë do t'i jap këshill tash, që hiqja atë kasetën se ke kaseta mjaftueshëm momentalisht, ke 1, 2, 3, 4. Mirë, me këto kasetat e reja. Kur ti mbarosh të shiritat e këtyre kasetave të reja, ve edhe herë kasetën e Stelinës, se e di që do të kthehet me i kome dhe të thot, erdha. Jo, po unë do kem dalë deri atje, se kështu theti. Kështu që s'ka. Jo, para datës 14 do jesh akoma këtu. Do t'i marrën kasetat, do riktheheni edhe një herë, pastaj do dilni së bashku të lumtur për gjithmonë me datë 14. Faleminderit që mi pe letrat. Pikërisht. Ky është parashikimi për ty sot. Dhe urime. Faleminderit. Kur të dalësh, pastaj do ndaheni direkt se aq interes ke ti, s'ka më kamera dhe pastaj mbaroj. Jo, zakonisht e bën ai çame për shplarje dhe zakonisht e bën ai këtë gjë. You're good. I futit çame dhe zakonisht e bën ai këtë gjë, ke gatru personazh. Bullizusi modh. Është. Kesi. Është.